Mirona, o populli bukur, nga Vermoshi në Konispol, ju nuk duhet me lëshu frontin. Këtu jemi për fëmijët tanë. Këtu jemi për të ardhmen e tyre. Ju falenderoj që ma keni një gjuhë fjallën. Duhet edhe pak. Duroni. Ju lutem, me datë 4. Me datë 4 korrik, do jemi prap këtu në shesh dhe i sa i t'jabi Norvegjën. Ka vetëm një lutje, sa më tepër flamurin Amerikan. God bless Amerika! Jemi shtet prej ati kondi. Duhet pa tjetër të tregojmë që e duhem atë vend, duhem Evropën. Më besoni, një kolonel që ka maruar George Marshall Centerin për arsye sigurie, Amerika është me ne! Evropa e përparuar është me ne! Burra frontin mos e lëshoni! Burra frontin mos e lëshoni! Zoti e bekoft këtë vend bukur! Gjithve, sa jemi? Kisha vendos mos me fol, kam shumë vite që flasë dhe s'kam radhun me fol, e keni radhën gjithë ju. Duhet flisni gjithë ju dhe pse dola? Dola sepse e shoh në gjatësin e ti që talët me ata që flasin, e thot kush foli. E kush guxon me e thonë këte? Guxon me e thonë këte, a i që ka vu me fol e me ba ligje në parlament Zeqinen. A i që ka vu në parlament për me ba ligje Frida Krifcen që ju bën Akademinë e Qobetve. A i që ju nëzjerë parlament për me ju fol unë si manjan para Mushakin. Edhe ana tjetër që ju ka nëzjerë parlament për me fol kaperatën e famshme Jeni Sherin. Ju ka nëzjerë me ju kënu Lulbashen. E mani me nësa bukur e këto të hine. Prandaj, se cili nga ju keni drejt për të fol, keni edhe mënd për të fol, shumë ma tepër se se cili për atyne që janë aty ku su takon. Bajni mënd, mos e harroni, Ramanburg, Berishanburg, Ramanburg, Berishanburg. Sepse 2008 e ban bashk, vendosen bashk të dy që të vendosin ata se kush do të drejtoj këtë vend. E ban ata Shqipëri që asnjë shqiptar mos ketë ku të ankohet, sepse s'ka deputet vetin, po ka deputetin e kryetarit. Ramanburg, Berishanburg. Që shkëlqen si dritë e diellit, rini e pamposhtur, shqiptar me entuziazëm, Shqipëri e pashtershme. Gjithë bota është me rinin ton në të gjitha shtetet. Gjithë pjacat e mëdha janë me rinin ton gjithë Evropën. Rini, thuja këngës të pashtershme, thuja këngës që të vlon në gji. Rini e bukur, sot me ty është Londra, Berlini, Vjena, Milano, Parisi, Roma. Rini e bukur, sot me ju është gjithë rinia e Firenzes, që ju përshnet dhe ju mbështet në çdo minutë.
zemra jonë rreth për ju 24 orë, zemra jonë rreth për ju gjithmonë, për një rini të mrekullueshme, rini të pashtershme, rini që është e ardhmja jonë, për rinin që është kultura jonë, kush prek rinin, ka prek sovranitetin e shqiptarit, kush prek rinin, ka prek kufit e Shqipërisë. Thuja këngës rini, thuja këngës gëzim plot, thuja këngës rini, thuja këngës më të bukur që di, thuja këngës rini, bota është e jotja, thuja këngës rini, qeshu rini, qeshu, thuja këngës rini, e ardhmja është e jotja, ne jemi këtu, e me ju do jemi sa t'jemi gjallë. Ne jemi këtu, t'ja themi këngës bashkë me rinin, thuja këngës rini, bota është e jotja, thuja këngës Shqipëri, Shqipëria është e jotja. Ju kërkoj, pa shirin që ka dhënë nëna, pa shdjesë që ka rritë baba, a mund t'ja falje më këtë shtetë patronazhistave? A mund të përfaqësojnë ne 10.000 patronazhista që paguen më shumë se pensioni nënës tonë dhe i babës tonë? A është turp që me para fiktive, kjo qeveri ka 30 vjetë që lufton kundër popullit vetë, duke paguar patronazhist që na shajnë me familje, që na kërcenojnë dhe na fiksojnë. A betojnë sot që do të qojnë të protest dhe në dorëheqjen e krye Hajdutit Edvin Kristaq Rama. Betojnë dhe punë të flamur, nuk do dorëzohet kur dhe mos u dorëzoni as ju. Kemi një besën, jo 27 vjet, po edhe 27 vjet tu do të qëndrojnë. Unë nuk ka falë me gjakut tim patronazhisteve. Pasha tokë e pasha qelë për këtë vatër, për këtë djelë, për këtë gjuhë, e ka slamur, nuk ta dhitë se tjeta kur. Sa të mjetë. Nuk do të urit kokën, ja pjetën, dhe të ndasit, sheshi nuk e të shojnë, je dorëheqjen Edi Rama, o tradhtar. O tradhtar. Të pret burgu fikacak, se sa të vlen dhe kura, provoje, jep dorëheqjen, të formoj një qeveri tranzitore, pa administratën që t'je kërcenon, pa bandat e Durrësit dhe të fushkryes, e të Elbasanit që fikson votuesit. A je burë, a ke për burri, jep dorëheqjen, provo sa të vlen lëkura, o fikacak, o anti-shqiptar. Rama jepe dorëheqjen. Rama jepe dorëheqjen. Mesazhi fundit, patronazhist, os na kërcenoni se nuk kemi frikë, nëse s'ni prej ne që kërcenoni, ka 20.000, 100.000, 200.000 mas vetës, provojeni, prapanice po janë bajti, prekini një shqiptar, dhe ne të t'ju kapim, zbarë, se a shumë e i toni. Jemi futur punës për ta bërë këtë. Janë mbledhur rreth 500 kandidat potencial, por përpara se të vazhdojmë kemi nevojë për një miratim ose për një pëlqim, themi. A jeni dakord që ta vazhdojmë një punë të tillë apo jo? Okej. Shumë mirë. Në çastin që ata njerëz do të përzgjidhen,
do t'jenë jo më pak se 300, pra një përfaqësi shumë e gjerë. Do të vinë këtu përpara popullit dhe secili do duhet të marrë miratimin nga populli. Nuk do të ketë asnjë që të jetë i zgjedhur nga vetvetja ose nga grupet vogla, vetëm me miratimin e gjithë popullit protestues. Kaq kisha, ju lutem të mos e paksojnë protestën. Shqiptar, mblidhuni në shesh, protesta është e gjallë dhe po vazhdon. O dëgjoni propagandën e Taulan Ballës edhe të zakarëve të tjerë pushtetit. Protesta është e fuqishme, do të vazhdoj deri në rrëzimin e kësaj qeverie dhe këtij sistemi të kalbur. Rama në burg, Berisha në burg. Për shkak të skandalit të Zvërnecit, deklaroj dorëheqjen time të parevokueshme nga qeveria shqiptare. Radha juaj, kryeministër. Për shkak të skandalit të Zvërnecit, deklaroj dorëheqjen time të parevokueshme nga qeveria shqiptare. Radha juaj, kryeministër. Për shkak të skandalit të Zvërnecit, deklaroj dorëheqjen time të parevokueshme nga qeveria shqiptare. Radha juaj, kryeministër. Për shkak të skandalit të Zvërnecit, deklaroj dorëheqjen time të parevokueshme nga qeveria shqiptare. Radha juaj, kryeministër. Për shkak të skandalit të Zvërnecit, deklaroj dorëheqjen time të parevokueshme nga qeveria shqiptare. Radha juaj, kryeministër.